Për Partinë Demokratike të Kosovës, kufijtë e saj janë në vijat kufitare, nuk janë të ura hibrit. Albin Kurti s'ma ka vra babën, mu as kërkuj për Partisë Demokratike. Jemi të gatshëm si parti politike me respektu Kushtetutën e Republikës Kosovës, ligjen e Kosovës, në bashkëpunim të plot me aleatët tonë me të cilët e kemi shliru Kosovën. Për Partinë Demokratike të Kosovës, kufijtë e saj janë në vijat kufitare, nuk janë të ura hibrit. Ju e dini shumë mirë pompozitetin që ka bo partia në fjalë ose lëvizjave të vendosje me kryetarët e komunave. Dhe sot ti kryetarët e komunave i ke serb atje. Kemi pas debat në këtë studio bashkë me juve dhe me parti tjera politike për luftën që është bërë për të instalu ilegalisht kryetarët shqiptar atje. Ku jemi sot? Po me simbolet Kosovës? Çka kemi bërë sot? Ku jemi sot? Sot jemi në masa, nuk ta hap derën askush, na jemi izolu sot as me Shqipërinë, s'kemi marrëdhënie të mira bashkëpunimi. Dhe kjo është e pafalshme, Kosova nuk guxon edhe më tutje, Kosova po zbrazet. Unë asnjëherë nuk e kam ngritë zanin pse kam diçka problem personal me Albin Kurtin. Albin Kurti s'ma ka vra babën, mu as kërkuj për Partisë Demokratike. Ne sot e ngrisim shumë zanin sepse Albin Kurti po e vret shpresën e Kosovës. E shpresa e Kosovës nuk vritet me pushke, me armë. Shpresa e Kosovës vritet kështu, duke izolu, duke e varfru, duke e sundu, duke shkatru policinë, duke shkatru ushtrin, duke shkatru tentu të luftoj çdo ditë gjykata. Ata po ka shtrin veri, në cilin veri e ka shtru. Që të veri të sodit. Tani, unë nuk kom marrë këtu me i komentu çka thojnë ata. Unë kom marrë me fol për realitetin dhe për nevojat e kohës që janë për Kosovën. Dhe nevojat e kohës për Kosovën është që Kosova sa më shpejt dal nga sanksionet cilat është sot, të vazhdoj punën drejt zhvillimit ekonomik, drejt ngritjes së mirëqenies dhe ta kthejmë dëshirën për të jetuar në këtë vend.